Miq, 5 muaj mjaftuan për të bërë atë që të tjerët së bënë 35 vite, 36 vite, të trondisim sistemin e kalbur të rinjgallim shpresë. Lëvizja jonë është më e fortë se çdo regjim, është fillimi i fundit i sistemit vjetër, gjithmonë me demokratët mirënjohje. Sali Kolltuku jetë meruar sepse po humb privilegjet. Është një tjetër status i zotit Saljani. Lëri Llafet si Ladzor Lagje dhe dil nëse ke guxim, publiko dosjet, ja ku ke faktet, fakte jo alucinacione prej frikës, sepse faktet janë kokëforta, ja ku e ke një pjesë të dosjes Agasi Beqiri. Dhe në këtë status të Saljanit, sigurisht që ka dhe një status tjetër ku Saljani duket sikur është me zotin Berisha, kur deklaron që po, kam qenë dakord me zotin Sali Berisha, kur pak kohë më parë deklaronte turpi historisë simbulonte ata që mbrojnë zgjedhjet me një kandidat. Turpi mbuloft cilindoj që për arsye pragmatike, privilegjesh apo përfitimesh personale konfirmohet dhe pranon të përdos dinjitetin e vet dhe demokracinë, duke ju bërë barë shoqërisë. Për herë të parë, në fund, thot, në historinë politike të Partisë Demokratike, zoti Berisha ka frikë të përballet me garën e mundimit. Këto e dëmtojnë PD-n, se nuk po flas thjesht për zotin Berisha. Okej, sa ai është emblem, ka qenë, do jetë, do mbetet. Edhe për sa kohë këtë jetë. Por çfarë ndodh me elektoratin blu? Çfarë ndodh me njerëzit të cilët nesër do të shkojnë dhe të votojnë? Natyrisht PD-n e dëmtojnë, e dëmtojnë, por elektorati blu, siç e quhet e tij, nuk lëviz vendit në rastin konkret. Domethënë, qoftë me Saljanin, qoftë me pjesën tjetër të PD-s, me PD-n e Berishës, elektorati blu është ai që është. Mos është që testi i zotit Basha? Si? Mos është testi i zotit Basha? Si testi? Domethënë, edhe zoti Basha ishte po aq brenda Partisë Demokratike, po aq i afërt me zotin Berisha, kaloi dhe nuk e tundoi elektoratin. Nuk e mata, ose nuk i dhash për masa lëvizjes së zotit Saljani. Së s'ditë se sa masim atë, ajo matet eventualisht nëse do krijonte një parti, do futen zgjedhje, ose matet nga sondazhet. Po është vështirë ta masësh kështu thjesht me intuit në raste të tilla. Aq më tepër në Shqipëri, se jashtë është pak më e kollajshme. Në Shqipëri është paparashikueshme. Kështu që po supozojmë që ka një peshë të caktuar. Dhe për aq sa është publikisht nëpër media, duke folur, diskutuar në terren e tjerë, po supozojmë që ka një mbështetje të caktuar. Ajo mbështetje është mbështetje demokratësh. E para, është vështirë që ta demokratësh, ish demokratës, sido që ta quajmë demokrat kënaqur, pa kënaqur etj, janë prap demokratë. Domethënë, nuk janë njerëz që do të kalojnë edhe do të shkojnë nesër pas nesër të bashkëpunojnë me Ramën e të futen qeveri etj. Po, pikërisht. Tashi, se vend dorën zjarr se çfarë ka bërë Vaki këto kohë të fundit, po nuk besoj. Nuk e shoh të mundshme. Unë personalisht nuk e shoh të mundshme. Gjë që do të thotë, unë e shoh gjithmonë nga pikpamja e punës që po bëjmë me forumin e dialogut politik. Unë mendoj që në një moment ose në një tjetër, këta demokratë që janë aty, qoftë edhe me një emër, me një logo tjetër, janë prap demokratë. Kush po e thyen frymën e forumit? Qa kuptimi po e thyen? Kush janë këta individ, me emra konkret, që t'jemi të qartë? Ka njerëz që po e thyen këtë frymën që ju keni për dialog? Shiko, përveç strategjive që kanë, sepse secili ka një strategji dhe hyn për të fituar, nuk hyn për të humbur. Okej, kjo është pyetje që duhet ta zgjeroj çikun pastaj atë, jo në kohë, po në koncepte përgjigjen. Natyrisht që këto strategjitë që kanë të paktën dy partitë që nuk janë aty, Lëvizja Bashk, po që është pak më normale, më e kuptueshme sepse Lëvizja Bashk është, si thosh, është një parti e majt, shumë e majt, e cila është më tepër në krahun tjetër, e kuptoj që mund ta ketë më të vështirë, është më tepër që kanë një projekt, s'po them revolucionar, që të mos tingëlloj thyese, por një projekt goxha radikal në si emër komuniste, shoqja revolucionare. Prandaj thash nuk po e përdor atë si term. Është zoti Shehe, pastaj me Parti Mundësi që kanë këtë strategjinë vet, me cilën ne natyrisht nuk jemi dakord. Se mendojmë që nuk i shërben interesit të përgjithshëm. Nga ana tjetër, patjetër që ka edhe një sesi emri i emisionit tuaj, Opponents.
përfshirë dhe brenda partive që janë të gatshme të bashkëpunojnë. Oponentët dhe brenda Partisë Demokratike, për shembull. Ka njerëz brenda Partisë Demokratike, të cilët e shohin me dyshim të sfidë, sepse mendojnë që bashkëpunimi me partitë e vogla ju jep shumë peshë dhe dukje dhe vlerë kam edhe partive të vogla. Kam edhe një pyetje, Ermal.